Duket se edhe deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Glauko Njufca e ka kuptuar situatën qesharake në të cilën ndodhen aktualisht, e madje ka ironizuar edhe me numrat që si kishin për të votuar kryeparlamentarin në seancën e sotme, në momentin kur Konjufca doli në foltoren e kuvendit për ta propozuar sërish për të tetën herë Albulena Haxhiun për kryeparlamentare. Ai tha se sot ju mungon një deputet në Vetëvendosje, kështu ai luti opozitën që t'u huazojnë një që bile mos të mbesi nën 57 vota. Po më vjen mirë që e ku marrë epitetin e një propozuesi stabil. Neve sot na mungon një deputet në Zërkraki, po nëse si opozit muni me na i huazu një, bile mos të mesim nër 57 ju kësha falenderu shumë. Propozimi ju është Albulena Haxhiu. Në salë janë 110 deputet, juftojmë të atëherë për votim. Lutë deputetët që me ngritje dore të deklarojnë për kandidatën e propozuar për kryetare të kuvendit, deputetën Albulena Haxhiu. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Për kemi 54 vota, 24 janë kundër dhe 3 abstenime. Në bazë të kësaj, detyrohemi ta mbyllim, ndërpresim seancën, shihemi të njëjtën me 1 maj në orën 10.